Për ne si familjar është gjithmonë ditë e vështirë, ditë e rëndë, sepse i kujtojnë familjarët që padrejtësisht u vranë nga forcat serbe, po mizërisht u djegën edhe u bën një holokaust, ka ndodhur në Poklek, që mendja e njeriut nuk mund t'i përballoj, edhe nuk mund të besohet nga shumë njerëz se si është e mundshme e qenie njerëzore me vra 23 fëmijë nga fushnja 6 muajshe deri në moshën 23 vjeçare, por në atë dhomje vra 53 njerëz, janë djeg 3 herë që eshtrat e tyre kanë qenë sa një pako e cigareve. Ndjenja e rëndë mirë, po pavarësisht e kem fitu lirin edhe kem pavarësin, është një diçka që na shtyn, na jep vullnet, edhe na shtyn të ecim përpara. Dhe si e kujtoni edhe atë periudhë kohore, pra kur u kthyet në Poklek, zoti Muçolli, çfarë kishte, çfarë ishte mbetur, çfarë është e vështirë që të kujtohet edhe sot, pra por interesant për publikun që ta kujtojmë atë se çfarë kishin kryer forca gjakatare serbe mbi familjen tuaj. Po, me datën 17 prill 1999, në orët e hershme të mëngjesit të sulmuar fshatin, familja u largu nga fshati për pamundësisë me ikë në mal, u nis për qytet Drenas, mirë po ata i kanë kthy me dhunë në fshat që na nuk i kemi ditë dhe forcat serbe kanë hyrë. I kanë nxjerrë prej dhomës, ku kanë qenë 59 njerëz, edhe i kanë numëruar, i kanë fut prapë mbrana në dhomë. Pas 15 minuta ka hyrë brenda, i ka marrë babën, sinonën edhe i merr Elshonin, kanë qitë jashtë, i kanë ekzekutu. Me herë jam kthy mbrana në dhomë, i kanë qelë derën e dhomës ku kanë qenë 57 njerëz, i kanë gjuhë 2 bomba dore. Pas qetësimit bomba ka hyrë me pushkë automatike, ka gjuhë derisa ai ka menduar se i ka vrarë gjithë edhe është larguar nga ato. Nga ajo dhomë kanë dalë 6 persona, 5 janë jetë, një kanë ndru jetë pas luftës. Ne si ushtri nuk kemi pas mundësi edhe nuk kemi ditë që i kanë kthy. Forcat serbe po atë ditë janë kthy dhe e kanë djegë dhomën. Nesër prapë janë kthy e kanë djegë dhomën me kufuma, ku ka pas edhe fëmijë gjallë, njerëz gjallë. Pas 4 apo 5 ditë janë kthy e kanë djegë dhomën edhe krejt shtëpinë. I kanë përgatitur eshtrat me marrë mishduk edhe ata që kanë betë. Mirë, po na si ushtri jena organizu, kemi marrë një batari të kerit, një post kerit dhe një batanie, kemi hyrë natën, e kemi mbyllë dritarën me batania dhe kemi dhes dritën me batari, i kemi të bojë eshtrat, i kemi shtinë thasë dhe i kemi marrë, i kemi qurë malë, i kemi shtinë në një bunker, ku kanë qëndru dhe i pas përfundimit luftës. Në këtë masakër jenë vra familja Muçolli, Elshoni, Caraku edhe Hoxha. Dhoma ku është kry masakra, në dhoma është për drëmë, kur kam hy aty, kam shkel, e kam hap derën, u konë natë, kam shkel si nëj diçka, e kam vrejt si diçka lartë, po, kam lymë brenda, e kam prejk me dorë, për kur e kam dhezë shkrebzën e kom po, ata i shkon gjak, tu ka i shkon krejt gjak, tavani i asaj dhume i shkon të i pik gjak. Pas luftë, kur im kthy vetë, pas tërheqjes serbëve. Vllam nuk e kom marrë, vllam e kam 15 vjeçar. Jem shku, kam hyrë brenda në dhomë, edhe sa ku nuk e di, sa ku kom nejtë, nuk kom pasur, mirë po, kur e marrë të dyrë të oborit, e kom qelë një pakët cigare, edhe e më nisë me shku me hina dhëmë, kur kam dalë për e asaj dhëmë, i kësha pas 4 cigare në paqet. Jem ullë në shkallë edhe po mendu ka, unë. Pas krejtë kësaj, familja e tëra, kish shku, s'kisha ku me hi, mu strehu,
s'kisha rrubat me ndru, isha në një gjendje shumë të rronë, edhe ka ardhë vllavë, në të momente vllavi Uve në më ka thirë, se kum një, ardhë më ka perik në krah edhe më ka thonë pëse s'pam fujtë. Mirë po kur më ka po ajnë në ftyrë, e ka po që unë nuk jam mirë, mi ka po 2 pyetje, edhe tha, du me t'i po 2 pyetje, thash, falë. Tha, a e din si, mu mi kanë vrau babën edhe nënën, thash, tha, a e din si unë ty të kam babë edhe nënën, aty e kom përqaf, edhe kom vendos në ato momente për 2 gjona me jetu. Një, për këta antarë që më kanë betë, 2, atë vend ku më ka vrau familja, sa t'jam unë, ka më rujt ma shumë se jetën të. Mu më kanë vrau 14. 2 prind, 4 motra, bashkëshortja me 4 fëmijë, edhe bashkëshortja vllau 2 fëmijë. Zoti Musholli, të falenderoj shumë për kohën që gjete të lidhesh drejt për drejt me ne dhe këtë evokim, këtë kujtim të rënd, gjithsesi jashtëzakonisht interesant të dhimbshëm për historinë e familjes tuaj e që për të gjithën ne jemi falendërues popullit pra për sakrificën e familjes tuaj. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit juve, por neve na vlerësohet krejt kjo kur e kem lirin, e kem pavarësin, duhet të arrujmë, duhet të punojmë për këtë liri, duhet punojmë për këtë pavarësi, edhe t'jem gjithmonë të angazhumë për shtetin që na ka kushtu shumë shtrejt, shumë njerëz na kanë shku, shumë njerëz, shumë gjenerata kanë dergjak për këtë ditë. Porosia e gjithë familjarët besoj që është që ne të punojmë sa ma shumë për shtet se për vetë vetën. Faleminderit shumë, zoti Musholli.